Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo u ka ëmbëlsuar mbrëmjen të gjithëve me videon e publikuar pak më parë. Në video shfaqet bebushja e adhurueshme Luna Mari, e cila me sytë e saj të mëdhenj dhe teje të ëmbël që shohin gjithë kuriozitet atë çuçin që mban në duar. Bebushja, me sytë e saj të mëdhenj dhe shikimin kureshtar, ka rrëmbyer zemrat e shumë ndjekësve të moderatores bukuroshe Kiara Tito. Bebushja në video duket e ëmbël dhe shumë e butë, me sy të mëdhenj dhe shikim të pastër e kureshtar. Lëkura e saj është e bardhë dhe e butë, ndërsa faqet duken pak të skuqura, duke i dhënë një pamje akoma më të dashur. Ajo është e veshur me një bluzë të butë në një ngjyrë pastel, që e bën të duket edhe më e ëmbël. Ndërsa mami Kiara i jep biberonin, ajo duket sikur po e vështron me habi. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tyre, duke u shprehur se kjo mbrëmje nuk kishte se si të ëmbëlsohej më shumë se kaq. Bebushja e adhurueshme duket se ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve me këtë video dhe ka bërë që zemra e të gjithëve të shkrihet pafund vetëm duke e parë teksa luan me ato duart e saj të vogla. E vogla e familjes Elli, siç duket, po merr reagime të shumta nga shqiptarët që gjithmonë mezi i presin ta shohin për t'u mbushur me shumë pozitivitet dhe shumë dashuri. Me siguri Luna tani që po rritet po shikon gjithçka me kuriozitet. Dhe moderatorja bukuroshe Kiara Tito po e shijon pafund këtë periudhë rritjeje të vogëlushës së saj, e cila me sa duket po rritet dita ditës. E vogla e ëmbël Luna Mari tashmë është bërë një yll i Shqipërisë që sa herë prindërit e saj publikojnë diçka në lidhje me të gjithë i kthejnë syt nga ajo. Kjo video që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar po bën namin në rrjet dhe po qarkullon gjithandej, duke u komentuar pafund si një ndër ëmbëlsitë që i duhej kësaj mbrëmjeje. Bebushja ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka përcjell pafund dashuri dhe buzëqeshje.